Po thosha presidenti Vjosa Osmani ka qenë e para që ka reaguar, duke thënë se çdo përpjekje për të barazuar luftën çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës me operacionet gjendiciale të regjimit të Slobodan Miloševićit minon besimin në drejtësi dhe përpjekjet për paqe afatgjatë në rajon, duke thënë se edhe pavarësia e Kosovës ka bëruar nga populli dhe lufta çlirimtare e UÇK-s. Gjithashtu ka pasur reagime edhe nga partitë politike, nga lëvizjeve të vendosjes, si partia më e madhe. Gjithashtu është kundërshtuar kjo kërkesë kaq e lartë për 180 vjet burgim për të gjithë grupin, ashtu sikurse kanë bërë edhe liderët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parafërsisht të njëjtat arsyetime që lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë për të ndalur genocidin serb ndaj popullatës civile shqiptare në Kosovë dhe se nuk mund të barazohet me ajo çfarë ka bërë atëherë aparatura shtetërore serbe e regjimit Slobodan Miloševićit. Pra ka pasur reagime të ashpra edhe nga organizatat e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët kanë kundërshtuar kërkesën, por gjithashtu kanë hedhur poshtë edhe pretendimet e prokurisë që në një farë forme kanë dashur të minojnë dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtjes, ata 7 personalitete të huaja si James Robin e të tjerë, të cilët dëshmuan në favor të krerëve të ish UÇK-s, me sipas prokurisë, pasi ata nuk kishin informacione si funksiononte UÇK-ja atëherë, ndërkohë që nga veteranet e luftës së ushtrisë çlirimtare thonë se ata kanë qenë direkt të përfshirë dhe në kontakt të vazhdueshëm dhe dëshmitë e tyre janë të forta dhe hedhin poshtë çdo përpjekje dhe akuzë që ka të bëjë jo vetëm për krime lufte kundër njerëzimit, por edhe në atë që është konsideruar si ndërmarrje përbashkët kriminale.